Për më shumë se një dekadë, Ermal Beqiri ndërtoi profilin e një eksperti të teknologjisë, drejtoi sektor të rëndësishëm të IT-s në administratën publike dhe krijoi një perandori kompanish që fituan 10 miliona euro nga fondet publike. Sot ai është në kërkim nga SPAK, ndërsa në Francë ndodhet nën hetim për spionazh. Dy dosje të ndryshme, por që kanë rikthyer në qendër të vëmendjes pyetjen se çfarë roli ka pasur në ekosistemin digjital të shtetit shqiptar. Beqira ju kap pas fluturimit me një avion të vogël civil mbi centralin bërthamor të Penly. Autoritetet franceze nuk e trajtuan ngjarjen si një shkelje të zakonshme të rregullave të aviacionit. Penly është një nga objektet më të rëndësishme strategjike të Francës, ku po ndërtohen 2 reaktorët e parë EPR2, projekti që konsiderohet zemra e strategjisë bërthamore franceze për dekadat e ardhshme. Pikërisht për këtë arsye, sepse avioni i drejtuar nga Beqira i hyri në zonën e ndaluar ajrore, forcat ajrore franceze ngritën një avion ushtarak, e shoqëruan deri në ulje dhe më pas e arrestuan. Edhe pse për shkeljen e hapësirës ajrore u gjobit administrativisht, hetimi nuk u mbyll aty. Dosja kaloi në duart e zyrës qendrore franceze për luftën kundër krimit të organizuar, ndërsa mediat franceze raportuan se po verifikohet edhe pista e mundshme e spionazhit. Dyshimet lidhen me natyrën strategjike të objektit, itinerarjen e pazakontë të fluturimit dhe pajisjet AirTag të gjetura gjatë kontrollit, por pikërisht këtu bëhet historia dhe më interesante. Ndryshe nga sa mund të mendohej në pamje të parë, Ermal Beqiri nuk është një pilot apo një biznesmen i zakonshëm. Për vite me radhë ai është një nga njerëzit më të njohur të sektorit të teknologjisë së informacionit në Shqipëri, me lidhje të forta si në administratën publike ashtu edhe në tregun privat. Karriera e tij nisi pikërisht në Francë, ku punoi si menaxher projektesh dhe pedagog i jashtëm, duke krijuar profilin e një specialisti të teknologjisë. Pas rikthimit në Shqipëri, ai u emërua drejtori i teknologjisë së informacionit në rektoratin e Universitetit të Tiranës dhe më pas drejtori i IT-s në zyrën qendrore të regjistrimit pasurive të paluajtshme, institucioni që administronte databazën kombëtare të pronave. Paralelisht ai u aktivizua si ekspert i pavarur në çështje të krimit informatik, duke fituar reputacion në qarqet profesionale. Publiku shqiptar e njohu në vitin 2011 kur gjykata e përzgjodhi si një nga 3 ekspertët e informatikës që do të ekspertizonin videon Meta Prifti, një prej çështjeve më të bujshme politike të pas viteve 90. Raporti i ekspertëve ku bënte pjesë dhe Beqiri arriti në përfundimin se regjistrimi nuk ishte origjinal, një konkluzion që u përdor në mbrojtjen e Ilir Metës. Më herët ekspertët e huaj të angazhuar nga organi i akuzës kishin arritur në një vlerësim të ndryshëm. Në vitin 2021, Beqiri bleu kompaninë Soft & Solution. Në pak vite ai ndërtoi një rrjet kompanish ku përfshiheshin Soft & Solution, Horizon, iTirana, R&D Solution dhe më pas themeloi edhe Albanian Council of Technology and Innovation, një organizatë që promovonte sigurinë kibernetike, startupet dhe politikat digjitale. Në pamje të parë ishte historia klasike e suksesit të një sipërmarrësi të teknologjisë, por sipas SPAK, pas këtij rrjeti fshihej një skemë shumë më komplekse. Hetimet e prokurorisë së posaçme pretendojnë se kompanitë e lidhura me Beqirin përfituan 10 miliona euro nga tenderat e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit. Në dosje flitet për përcaktim tenderësh, fryrje artificiale të çmimeve, faturime fiktive dhe pastrim parash. Vetëm kompania Soft & Solution, sipas të dhënave të hetimit, arkëtoi rreth 22 milionë euro nga buxheti i shtetit në periudhën 2019-2026. Një tjetër kompani e lidhur me familjarët e tij, Communication Progress, përfitoi rreth 21 milionë euro të tjera. Nëse analizohen të gjitha kompanitë e rrjetit, shifrat arrin në 10 miliona euro. SPAK pretendon se për të realizuar këtë skemë janë përdorur kompani të lidhura, faturime të dyshuara si fiktive dhe procedura prokurimi me çmime të fryera. Në kuadër të hetimit janë sekuestruar prona, kompani, llogari bankare dhe automjete luksoze. Vetëm pasuria e bllokuar ndaj Beqirit përfshin një jaht luksoz Sunseeker Predator 50 Skyfall, vil në Green Coast, prona në Rolling Hills, godina në Tiranë, automjete luksoze dhe llogari bankare, ndërsa vlera totale e pasurive të sekuestruara në këtë dosje llogaritet rreth 40 milionë euro. Shteti digjital në duart e kujt? Ajo që bën këtë histori të ndryshme nga një dosje e zakonshme korrupsioni është vetë fusha ku operonte rrjeti i kompanive. Akshi nuk ishte një institucion i zakonshëm. Ai administron dhe zhvillon infrastrukturën digjitale të shtetit shqiptar, duke mbështetur sisteme si e-Albania dhe një sër platformash elektronike të institucioneve publike. Pikërisht në këtë sektor, sipas SPAK, kompanitë e lidhura me Beqirin dominuan për vite me radhë tenderat publik. Në dosjen hetimore dalin gjithashtu emra që janë përmendur edhe në çështje të tjera sensitive, përfshirë hetimet për sistemin Teams, ndërsa bashkëpunëtori dyshuar i Beqirit është Ergjys Agasi, gjithashtu në kërkim nga SPAK. Pra Ermal Beqiri ka pasur në dorë të dhënat e kadastrës, të dhënat e Teams, të dhënat e e-Albania, të dhënat e KQZ-s dhe gjithçka tjetër. Me pak fjalë, shteti digjital ka qenë në dorë të tij dhe Ergjys Agasit, pasi kanë qenë bashkë në çdo aspekt. Ndërkohë Franca hedh dyshime se ai mund të jetë spion. Fluturimi mbi një centrale është shumë i dyshimt dhe nëse vlerësohet pista e spionazhit dhe vërtetohet si e tillë, kujt i shërben Ermal Beqiraj? Shërbimet shqiptare nuk kanë ndonjë interes ta i central dhe duket se hyn në lojë teza e shërbimeve të
huaja, pra shkurt dhe sakt, të dhënat e shqiptarëve kanë qenë në dorë të një personi që dyshohet si spiun, i një apo ndoshta edhe disa shërbimeve të huaja. Dhe ajo që e bën më të rëndë situatën është se kur ndodhi sulmi kibernetik ndaj e-Albania dhe sistemeve të tjera në vend, pati shumë akuza nga ekspertët se ai është bërë nga brenda, pasi kishte qenë shumë e vështirë të kryej nga jashtë. Në atë kohë nuk dukej e besueshme, por Franca po na futën në lojë me 007-ën. Si Beqiraj ashtu edhe Agasi janë dyshja që kanë kapur shtetin nga kokat e këmbët. Kapja e Beqirajt nuk ishte rastësore dhe ardhja e tij në Tiranë do të jetë minier ari për Spakun nëse ai flet. Nga ana tjetër Spaku duhet të lëviz duart për të gjetur Ergys Agasin, pasi me shumë gjas, edhe ai e shijon jetën diku, njësoj si Beqiraj që bënte xhiro me avion. Të njëjtët emra po vazhdojnë të përfitojnë fondet e Startup Albania në një vit në tjetrin. Krahasimi i listave zyrtare të fituesve të viteve 2024, 2025, 2026 tregon se një numër i konsiderueshëm startupesh janë financuar në mënyrë të përsëritur, ndërsa disa prej tyre rezultojnë fitues në të 3 thirrjet e organizuara deri më tani. Verifikimi i dokumenteve zyrtare tregon se të paktën 7 startupe kanë përfituar fonde si në vitin 2024 ashtu edhe në vitin 2025. Bëhet fjalë për Space 05, që në vitin 2024 figuron si Destil Space 05 dhe një vit më vonë si Space 05. Kungul, që në vitin 2024 aplikoi si Kungul App, si edhe Axiom Bridge, komuniteti, autokorrektori i gjuhës shqipe, B2 Balkan dhe List Albania, të cilët shfaqen fitues në të dyja listat. Përsëritja bëhet edhe më e dukshme në krahasim mes listave të viteve 2025 dhe 2026. Në to figurojnë sërish Mad Wallet, Axiom Bridge, B2 Balkan, autokorrektori i gjuhës shqipe, komuniteti dhe Vlepa, të cilët kanë përfituar fonde në të 2 vitet radhazi. Por dokumentet tregojnë edhe raste ku nuk ndryshon vetëm startupi, por vetëm emri i projektit, ndërsa personi dhe nipti mbeten të njëjtë. Emil Andoni rezulton fitues në vitin 2025 me projektin eHealth Albania, ndërsa në vitin 2026 me eDoctor me të njëjtin nipt. Gregor Andoni përfiton në vitin 2025 me Grand Industries, ndërsa në vitin 2026 me Grand Creative Industries, sërish me të njëjtin nipt. Megjithse ndryshon edhe industria e deklaruar. E njëjta situatë konstatohet edhe për Fation Gjatën, i cili në vitin 2025 fitoi me startupin Brisk Square, ndërsa në vitin 2026 me Outer Links me të njëjtin nipt. Po kështu Mavis Struga rezulton fitues në vitin 2025 me Eco Fungi Albania, ndërsa në vitin 2026 me Esi Projects, pa ndryshuar subjekti juridik, ndërsa Aldi Leka përfiton fillimisht me startupin Ata në vitin 2025 dhe një vit më pas me ECN Partners, duke përdorur të njëjtin nipt. Edhe krahasimi mes viteve 2024 dhe 2026 nxjerr në pas startupe që rikthen si fitues, pavarësisht se nuk figurojnë në listën e vitit 2025. Në këtë kategori bëjmë pjesë Upfront Albania, Sales Central, List Albania, One More, që në vitin 2026 figuron si One More App, dhe T-Blocks. 4 raste bien veçanërisht në sy pasi rezultojnë fitues në të 3 thirrjet e organizuara deri më tani: Axiom Bridge, B2 Balkan, autokorrektori i gjuhës shqipe dhe komuniteti. Të 4 këto startupe figurojnë në listat e fituesve të viteve 2024, 2025 dhe 2026. Një tjetër element që del nga verifikimi është se në disa raste nuk përsëritet vetëm startupi, por vetë përfituesi. Dokumentet tregojnë se Aldi Lekaj, Emil Andoni, Fation Gjata, Gregor Andoni dhe Mavis Struga kanë përfituar grante në më shumë se një herë, duke aplikuar me startupe të ndryshëm, por me të njëjtin person dhe të njëjtin nipt. Skandali me Babun dhe Marigo ka raste kur paratë ndahen edhe mes burrit dhe gruas. Dokumente zyrtare tregojnë se startupi Marigo Marketplace u shpall fitues në vitin 2024, duke përfituar 3.500.000 lekë në fazën e dytë të zhvillimit. 2 vite më vonë në listën e përfituesve të Grant 2026, i njëjti projekt shfaqet me emrin Marigo Fashion Marketplace, duke marrë edhe 6.800.000 lekë në fazën e zgjerimit. Në total projekti ka përfituar 10.300.000 lekë fonde publike. Megjithatë, verifikimet tregojnë se aplikacioni Marigo për Android është hequr nga Google Play Store që prej 10 korrikut 2026. Përpara se të hiqej, ai kishte regjistruar vetëm 284 shkarkime, ndërkohë në App Store nuk rezulton më asnjë aplikacion aktiv i zhvilluesit, ndërsa faqja zyrtare marigoapp.com aktualisht nuk funksionon dhe shfaq gabim serveri. Fitues del edhe kompania Babun,
e cila prej vitesh operon në treg dhe vështirë sa mund të konsiderohet më një startup, që sipas vetë filozofisë së skemës, duhet të mbështesë biznese të reja dhe inovative. Pavarësisht kësaj, kompania rezulton mes fituesve të fondit publik, edhe pse sipas të dhënave të disponueshme, aktiviteti i saj ka hyrë në rënje dhe operacionet në Kosovë janë mbyllur, por situata bëhet edhe më interesante pasi Babun zotërohet nga Genti Selenica, ndërsa Marigo Marketplace nga bashkëshortja e tij. Pra përveç se kemi ndarjen e fondeve brenda familjes, të dyja rasteve, pra si të Babun ashtu edhe të Marigo, ka shkelje flagrante. Rasti ngre pikpyetje mbi mënyrën se si monitorohen projektet që financohen me fondet e Startup Albania. Nëse një startup financohet fillimisht për zhvillimin e produktit dhe më pas për zgjerimin e tij, lind pyetja se cilët tregues janë marrë në konsiderat për të vlerësuar suksesin e projektit dhe për të miratuar një financim të dytë. Me platformën Besa, kryeministri Edi Rama u betua publikisht se do të ketë konsultime me qytetarët, miratim prej tyre dhe transparencë të plot nga qeveria për çdo projekt zhvillimi dhe ndërtimi në zonat bregdetare, ndërsa në prapasken, me pabesi bashkë me klientët e tij ndërtues, oligark dhe trafikant pastrues parash, Edi Rama filloi zbatimin e platformës Besa me disa zjarre të befasishme në 3 parqe natyrore, zona të mbrojtura në Bregdetin Vlorë-Ksamil. 2 ditë pasi Edi Rama kërkoi dhe dha Besën, ju vu i pishave dhe shkureve në zonën e mbrojtur bregdetare, pylli i sodës në Vlorë, zonë që është futur në rreth të kuq për betonizim. Lidhur me zjarrin e quajtur të befasishëm në parkun Pylli i sodës, bëjmë përshtypje 2 fakte. E para, u dogjën vetëm 10.000 m2 pisha e shkure në atë sipërfaqe e zonë qendrore buz plazhit, të cilën për koincidencë, thuhet se kryeministri Edi Rama ka vendosur t'i adhurojë Sinan Idrizit për hotel dhe kompleks vilashe e pallatesh plazhi me disa turq. E dyta, një ditë para zjarrit në Pyllin e sodës, disa efektiv të policisë së Vlorës ishin vendosur me shërbim atje dhe nuk lejonin qytetarët të shkonin në plazh, duke u thënë se sipërfaqja e pyllit dhe e plazhit ishin pronë private të shitura nga qeveria. 3 ditë pasi Edi Rama shpalli platformën Besa, ra zjarri befasishëm dhe në kodrën park natyror, zonë të mbrojtur, pranë plazhit Gjiri i Hartës në Ksamil, një zonë tepër e lakmuar për ndërtime. Madje atje Edi Rama i dha leje për restoran trafikantit Andrea Çaushi, pasi ai ndërtoi, ndërsa një javë para se burri i Besës Edi Rama të shpallte platformën Besa, shpërtheu një zjarr i befasishëm në zonën e mbrojtur parku natyror Gjiri i Llamanit, buz plazhit, me të njëjtin emër në Porto Palermo, edhe në Gjirin e Llamanit. Por koincidencë, zjarri dogji 11 hektar park natyror, sipërfaqe në të cilën Edi Rama i ka dhënë leje zhvillimi e ndërtimi për kompleks me hotel dhe 50 vila kompanisë Bega 07 Arben Muçobegës, me dosje hetimore në SPAK për trafik droge dhe pastrim parash e lejesh ndërtimi si prestanome i ministres Mirela Kumbaro. Duke qenë mike shumë e afërt e bablokut, Mirela Kumbaro do të jetë njohur më parë me platformën Besa dhe i ka thënë ndërtuesit të saj Arben Muçobega të vinte zjarrin parkut natyror, zonës së mbrojtur tek Gjiri i Llamanit në Porto Palermo. Nuk është rastësor as fakti që këto 3 parqe natyrore bregdetare, Pylli i sodës, Gjiri i Hartës në Ksamil dhe Gjiri i Llamanit që u shkrumbua nga zjarret, janë futur në librin e Edi Ramës The Albanian Files për projekte hotelesh, vilash e resortesh nga mafja e betonit dhe pastrimit të parave.